Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Pik. Për më shumë se 2 muaj, bulevardi në zemër të Tiranës është kthyer në skenën e një proteste që nuk po shuhet dot. Çdo mbrëmje qytetarë mblidhen me kërkesa që kanë kaluar prej kohësh kufit e një kauze të vetme. Nga kundërshtimi i projektit në Zvërnec, protesta është zgjeruar në kërkesa për më shumë transparencë, reformë politike dhe një mënyrë tjetër e qeverisjes së vendit. Por, qeveria nuk duket se dëshiron të tërhiqet, madje kryeministri me të tij ka vijuar agjendën institucionale duke mos pranuar asnjë prej kërkesave, madje duke dashur të fusë konfliktin mes tyre me ndarje në Flamingo e Korba. Në studio televizive ka rënë heshtja e temperaturave të larta, pasi deri më tani kishte kush të mbronte protestën e kush u financua për ta sharë denigruar atë. Ata pak tifos të zjarr të qeverisë preferuan të shkonin pas grupit të fundit. Shqipëria jon ka parë deri më sot të gjitha format e demokracisë, por a do të arrijë kjo lëvizje qytetare të farktoj sa duhet thuprën e drejtësisë për të detyruar të këqin qeverisës të ndërtojnë një shtet ku në fokus të jetë qytetari? E diskutojmë në vim me Haris Vongli, pedagoge në Mbretërinë e Bashkuar. Faleminderit që pranove ftesën, Haris, të jesh këtu. Faleminderit, kënaqësi. Dhe padyshim nuk mund të të lija vetëm nëse nuk do të shtoja në këtë panel Blet Kokën, një gazetar që i vetëm ka përkëdhelur dhe ka dal kundra më shumë gojve të shthurura se sa gjysma e deputetëve opozitar. Blet, faleminderit që pranove. Faleminderit. Duket mjaft interesante kur e shohim nga pak ekrane që e transmetojnë, edhe shumë frymëzuese për çdo që rrugton bulevardit të Tiranës për të parë nga afër se çfarë ndodh në ato protest, kush janë pjesëmarrësit, sa të pranishëm janë me rrymat e tyre Irani, Rusia apo shumë kusht tjetër, apo sa pak e shumë e duan Shqipërinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Bashkimin Evropian. Haris, e nisim me gjinin femërore. Kryeministri nga pushimet e tij, çfarë duhet të mendoj për ata njerëz që dalin sonte në bulevard në një tjetër ditë? Tani në momentin e parë që unë pash fotot edhe videot e kryeministit që qarkullonin në rrjetet sociale për pushimet e tij, mendova në vendet perëndimore një gest i tillë apo pushimet e një lideri politik janë as pak të rëndësishme për qytetarët e atij vendi, por këtu bëhet e rëndësishme sepse është vetë ai dhe enturazhi i PR-it të tij që tërheq vëmendjen pikërisht me këto pamje. Nga një anë është, siç e thash, tërheqja e vëmendjes, pra nga kjo gjë e madhe dhe jashtëzakonshme dhe shumë e bukur dhe e veçantë që po ndodh në shesh, që është protesta gjithëpërfshirëse. Dhe nga ana tjetër tregon edhe një mospërfillje totale të tijën ndaj këtyre protestuesve, në sensin që juve vazhdoni të dini të protestoni, për më tepër të kërkoni dorëheqjen time, ai është krejt mospërfillës ndaj të gjitha pikave dhe më kryesores që është dorëheqja e tij. Në optikën time është për të ardhur keq që një vend që aderon të integrohet në Bashkimin Evropian të ketë një lider të tillë që për ditë duke folur për protestën ka ndryshuar armiku, po jo përgjegjësia. Dhe kjo është shumë e trisht, edhe unë si jo përfaqësuese e diasporës, por si një shqiptare që jeton në diasporë dhe e ka ndjekur këtë protestë nga fillimi, realisht mendoja se do ta shkunte jo vetëm keq politikën e keqe, pra keqbërjen në të gjitha instancat, por do të shkunte edhe të gjithë establishmentin 30 ca vjeçar të arrogancës që është në politikë fatkeqësisht në rritje. Por unë jam një mbështetëse e zjarr, do vazhdoj ta mbështes edhe kur nuk mundem të jem në shesh, unë vazhdoj të bëj ato videot e mia që kanë një qëllim të vetëm, çerrjen e propagandës. Duhet të dal pak më vonë aty. Blet, ndërkohë ti je nga ato fansa që çdo kush që të ndjek në rrjetet sociale e kupton nga zëllimin tënd përmes rreshtave që shkruan pas çdo tërheqje veshje që vjen nga Bashkimi Evropian apo Shtetet e Bashkuara, nga çdo raport që publikohet, nga çdo rrugtim shtrembër që marrin anëtarët e qeverisë apo përfaqësuesit e mazhorancës në këto 2 muaj e kusur protest. Likështohesh që nuk ka ende një rendiment, nuk ka një kthes, nuk ka një ndrrim kursi nga ajo që po ndodh?
Mundoj që ka ndrim kurse dhe ka ndrim kurse shumë të rëndësishëm dhe sigurisht që kur flasim për reagimi i parë që na vjen mendje dëshira e madhe apo na shef apo Amerika, për atë që po bëjmë dhe atë që po ndodh shesh dhe vërtet është po. Amerika shef sepse vetëm para 10 ditësh, mos gabojmë 15 ditësh, u publikuar raporti vjetor i OSAC, që është raporti që Shtetet Bashkuara të Amerikës përgatisin për secilin vend sa i takon aspektet e sigurisë, aty ne pam që jo vetëm që na shikojmë, por shikojmë mirë mos atë që po ndodh kryesisht në shesh. Dhe Simon ka një fokus të qartë për që ka një protest që ndodh për një arsye, që për Shtetet Bashkuara të Amerikës është një protest që ndodh për korrupsionin, çka për mua është realisht qëllimi i vet protestës. Pra, sigurisht që është edhe për mjedisin, por është edhe për korrupsionin, sepse në fakt mjedisi si më thënë, rrezikohet nga korrupsioni. Dhe korrupsioni është ajo që rrezikon çdo lloj stabiliteti ose çdo lloj ekuilibri që ka një vend. Dhe fakti që Shtetet Bashkuara të Amerikës, institucionet e saj e njohin që ka një protest, që nuk është një protest arkaike, siç thotë Edi Rama, që nuk është një protest që është e subvencionuar nga shërbimet huaja, siç pretendon, ose shërbimet armike, siç pretendon Edi Rama. Fakti është konfirmuesi i asaj që po edhe kësaj here Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe pse në një farë mënyrë mund të kenë një lloj konflikti interesi te kjo protesta, përkundrazi e shohin e lexojnë shumë qartë protestën dhe janë aty. Dhe ajo çka është më e rëndësishme, sepse ti e bër pyetjen pra nëse un kam pritur një reagim më të madh apo më të vogël nga faktori ndërkombëtar. Jo. Un kam pritur që ata të bëjnë pikërisht atë që duhet bëjnë. Dhe e kam thënë gjithmonë, edhe në konfliktet thonëse që kemi pas gjithmonë, arbitrin e barabartë. Pra, unë nuk dua që ata të bëjnë as palë me protestën dhe as palë me qeverinë, sigurisht që jo. Unë dua që ata të vëzhgojnë dhe të kuptojnë realisht që qytetarët shqiptar nuk janë kundër investimeve tuaja, si afërmendsh nuk janë. Por janë aty sepse, si më thënë qartazi, zvërneci dhe jo projekti Kushner, siç mundohen ta pikturoj ose ta tashoj zoti Rama, sepse ashtu i konvenion atij. Është fakti Zvërneci nuk është se shqiptarët dolën kundër investimeve tuaja. Zvërneci është pika ku shqiptarët pan që për shkak se shteti përfshihet unilateralisht kundër interesave të tyre në një projekt të tillë, ata që zaptojnë pronën kanë të drejtë të dhunojnë jo vetëm qytetarët, por edhe policinë e shtetit. Pra, në atë moment qytetarët shqiptarë realisht u zgjuan nga një gjumë realisht do të thënë i gjatë. Dhe ti the që ke reaguar shpesh, unë kam pritur shpesh, unë që për 2013 kur zoti Rama ka vënë këmbë pushtet. E deri sot kam pritur që të ndodhte pikërisht ajo që po ndodh në shesh. Dhe ajo që po ndodh në shesh nuk mund veç se të më ngazëllej dhe mënyra se si po reagon opinioni ndërkombëtar, opinion që neve na intereson, bëj edhe SBA-ja, është fikse ajo që unë kam kërkuar. Mos na trajtoni profesionalisht, mos na trajtoni si njerëz që s'dim ndërtojmë demokracinë, thjesht shikoni, mbani shënim dhe mos u bëni palë. Mendoj që kjo gjë e ka ndodhur dhe lajm më të mirë përveç se protestës mund të konsiderohet kjo që sapo përmenda tani. E qartë. Më pëlqeu fakti që ne vërtet nëpërmjet asaj proteste po shohim më tepër presion ndaj qeverisë për korrupsionin e tepërt që duket se ka kaluar masat. Por kur ndërkombëtarët e thon këtë dhe kur shpresa e vetme e protestuesve, por dhe qytetarëve dhe ata që nuk protestojnë, se protesta nuk do të thotë t'jesh i pranishëm në bulevard, por mund ta bësh në forma të ndryshme. E presin këtë nga institucionet e drejtësisë, nga i spaku i famshëm që ne jemi investuar shpirtërisht kaq shumë, jo vetëm nga ana monetare. Këto ditë, si për çudi, një person i akuzuar për korrupsion del dhe fiton lirinë. Duhet të zhgënjehemi ne në këtë situatë? Shiko, ka shumë zhgënjime, por mendoj që ka një fitore shumë të madhe dhe për këtë do më lejosh citoj një kolegen tonë, mikën tonë nderuar, quhet Haris Vongli, të cilën ka thënë një deklaratë që është për mua shumë e rëndësishme për atë që ne kemi pritur nga qytetarët shqiptar. Harisi në intervistë në Euronews, mos gabojmë, ka thënë që pavarësisht numrit të vogël që mund të jetë në shesh, është fakt që cilido që ka qenë të paktën një herë në protest, sot është e certifikuar dhe verifikuar që ai është kundër qeverisë. Ose në rast se do bën, si më thënë, zgjedhje nesër, ai nuk voton më për qeverinë. Dhe kjo që thot Harisi është një vërtet shumë e madhe, e cila e konfirmon gjithë paranoja, gjithë frika e Edi Ramës. Pra, Edi Rama kur sulmon protestën fillim dhe tashmë që po mundohet ta justifikojë, ta mbrojë, ta përktheli, po ju dëgjojmë, do bëjmë besën e tjerë, pa gjithë të përpjekje, të konfirmojmë pikërisht atë që thot Harisi. Rama ka mekanizmat e madhe, si janë sondazhet e famshme, që ai ka shumë të dhe di fare mirë që ajo që ka ndodhur në shesh ka krijuar një dëm të pakthyeshëm për atë që, si më thoni, ishte ëndra e tij për një pushtet shumë të afatgjatë, shumë më të gjatë se ky që ka. Dhe mendoj që lej më të mirë se kjo nuk mund të kishte. Unë nuk jam nga ata që dua të shoh njerëz në burg me qira fjala. Unë jam nga ata që dua të shoh institucionet të veprojnë. Unë jam nga ata që dua të shoh shtetin të rikthehet aty ku ka qenë. Dhe kur institucionet veprojnë, kur shteti rikthehet pa sa mund kthehet shteti i Shqipërisë aty ku ka qenë, nuk ka nevojë për burgje.
ka nevojë për filtrime të pasurive dhe kushdo që i ka vjedhur popullit shqiptar ti marrë pasuria. Mua nuk më duhet Edi Rama në burg. Më fal, një sekond. Ta them sinqerisht, unë jam kundërshtar i Ramës. Dhe kjo është një debat që do të thënë me që edhe njerëzit ta kuptojnë. Unë nuk kam gjë personale me Ramën, por unë kam personale me kryeministrin e Shqipërisë, i cili minimalisht shpërdoron ligjin dhe maksimalisht ka dyshime të forta se ka përfituar financiarisht nga paratë e mia. Dhe unë dua që paratë më kthehen. Dhe unë mendoj që mua nuk më shqetëson kur Spaku liron dikë, po mua jam shumë i shqetësuar kur Spaku, i cili është trajnuar për atë që në Shtetet Bashkuara të Amerikës quhet follow the money ose ndiq paran, nuk e shoh të bëj këtë gjën. Pra në vërtetë kemi Erion Velia në burg. Po Erion Velia sot është në burg për akuzat vogla, por ndërkohë shohim që slidhen drejt për drejt me atë. Dhe shohim që njëti njeri që ndërkohë akuzohet për akuza minore, i lejon vetes jo një po dy palë avokat, një nga Britania dhe një nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe pyetja që shtrojmë gjithë është, por nga burojmë gjithë të para. Sepse deri para 10 vjetësh Erion Velia thoshte që unë me bashkëshortin time kemi dërkuar që ruajnë ta lek aty. Pra ata s'kan para. Pyetja është nga burojmë të para. Kjo më shqetëson mua, sepse unë mendoj që këta njerëz, Edi Rama, Erion Velia, Ilir Beqa, Samir Tahiri, e gjithë Belinda Balluku, këtë duash ti përmendi, mendoj që këta janë ca hajdut ordiner, të turpshëm, të cilët në vestën e pushtetit dhe votës qytetare kanë vjedhur dhe vazhdojnë të vjedhin qytetarë shqiptar. Dhe kjo gjë është bërë shumë e zakonshme. Burgu për mua nuk i rohet askujt. Ama paratë e vjedhura të gjitha duhet kthehen. Dhe unë mendoj që më shumë se sa fakti që lirohet apo futet dikush në burg, më shqetëson fakti që ajo është procesi i kthimit parasë vjedhur tek qytetarët mungon dhe është alarmi më i madh se sa futja në burg, sepse shpesh herë burgu është përdorur si armë politike dhe unë kam thënë këtë dhe është bërë debati i madh për Sali Berishën, para mua nuk më intereson përdorimi i drejtësisë si armë, se gjithmonë kjo ka drejtësi dhe veta. Por ama, momentin që këtyre njerëzve që akuzohen, u gjenden u sekuestrojnë pasuritë, të cilat ata nuk e justifikojnë dhe ka kaq shumë mekanizëm për të ndodhur, atëherë po unë them kjo është drejtësia. Bëjnë burg, pastaj është çështje tjetër. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Britaninë e Madhe etj, kështu zgjidhen gjërat. U merren parat, pastaj burgu është një gjë që nuk i intereson askujt. Kështu që mendoj që kjo është një gjë që mungon ke drejtësia dhe mendoj që më shumë se sa u fut Saliu apo Rama në burg, mendoj që ka një mekanizëm që na premton që edhe sikur këta të futin në burg, ajo që është dëm i madh, që është vjedhje qytetarëve shqiptar, vjedhje parave, nuk garantohet se do kthehet. Lekët nuk janë. Përgjegjësia është ajo që duhet të përcaktohet nëpërmjet instancave gjyqësore apo nëpërmjet thirrjeve në bulevard? Përgjegjësia nëpërmjet instancave gjyqësore dhe thirrjeve në bulevard. Pra shqiptarët, siç e thotë edhe Bledi, ky efekti wow i politikanëve që më në fund po përfundojnë në burg, në vetvete më duket sikur media është që e shet atë si një efekt të jashtëzakonshëm, po në fakt shqiptarët ndihen optimist për faktin që politikanët po vijnë përpara përgjegjësisë, përpara drejtësisë dhe burgu nuk është në fakt absolutisht asgjë për sa kohë nuk sekuestrohen paratë, sepse i bie që çdo politikan si Ilir Beqa apo Erion Veliaj që është në paraburgim, pra është ende i pa dënuar, çështja i shurtohet, mund të dali shumë shpejt dhe në fakt nuk i është sekuestruar pasuria. Nuk është kjo faktori që ndëshkues që duhet të sjelli drejtësia. Pra nuk ndodh kjo në Perëndim. Në Perëndim, nëse ti ke bërë korrupsion, nëse ti ke shkelur pushtetutën, ti largohesh përgjithmonë nga jeta politike dhe mbart jo një stigma, po ti mbart një mungesë profesionalizmi që ti nuk mund të kthehesh më të bësh punën që mund të bësh. Madje dëgjova para ca ditësh kryetarin e Bashkisë së Ersekës, Erionin, i cili sugjeronte se kryeministi i ardhshëm do të ishte Erion Velia. Domethënë kjo është absurde. E them, është kthyer në Kosovë, duket është 2024. Po, era parë që unë e pash në sensin që po ta pyesësh sot ai nuk i përmend as emrin. Në sensin që në shoqërinë shqiptare apo në radhët e tyre, pra politikanët, e kanë krejt normale të mendojnë se pasi ti vuan dënimin, apo pasi ti je shpallur dhe dihesh nga shoqëria mbar që je i korruptuar kokë e këmbë, nuk ka problem sepse bën burgun dhe mund të kthehesh, mund të rehabilitohesh në jetën politike, por kjo nuk është ose minimalisht edhe po su rehabilitohesh është kthyer ideja që për 5 milionë euro po mund ta bëj kushdo burgun. Kjo sepse është pikërisht kjo, si më thon, fakt kjo është sa çështë ironike është dhe shqetësuese sepse efekti është ky që po them unë. Pra fusim ca njerëz në burg, ama asgjë nuk preket nga pasuria.
Ndërkohë ata Dhe kjo duhet të ndryshojë, Po jo, kjo është thelbi. Kjo është këtu është institucioni, këtu ka dështuar institucioni. Sepse deri sot mendoj që institucioni thjesht është ka ushqyer si gojën politike ose nevojën politike të njerëzve që ndoshta mund të jetë edhe reminiscencë e dikurshme që të fusim sa më shumë burg, po s'ka rëndësi që ham, ndërkohë që mund po them edhe njerëzit duhet të kuptojnë që nuk është drejtësia ajo që fut në burg. Drejtësia është ajo që sekuestron pasuritë të cilat nuk justifikohen dhe që qartazi janë pasuri të vjedhura nga paratë e qytetarëve shqiptar dhe që i kthehen për na. Ose ka ushqyer opinionin publik që ne i kemi dënuar dhe kjo nuk është drejtësia që ne duam, pra drejtësia duhet të jetë mbi gjitha e qëndrueshme. Ndoshta sepse narrativa që është përdorur deri më sot ka qenë pikërisht kjo që populli të presi më shumë këtë dhe jo të bëhet drejtësi, kurse thot Bledi që në fundit gjërat të shkojnë aty ku duhet, shteti të forcohet, e drejta të jetë ajo që prevalon edhe gjithçka tjetër. Po mendoj që të gjitha institucionet po bëjnë shumë marketing në mënyrën se si funksionojnë. Sepse dua ta mbyll me protestën, jo të mbyll protestën, por diskutimet për të. Ajo që kemi vënë re që në fillim ka qenë pikpyetje të shumta. Ndikuar pse jo edhe nga ajo që thuaj lart e poshtë nga mazhoranca se kush e organizonte, cilat ishin personat e përfshirë e gjithçka. Por kjo nuk është protesta e parë me cilën përballet kryeministri Rama. E kemi parë në të hershme Sali Berisha i zhvillonte pothuajse çdo muaj në bulevard të njëjtat protesta gati, me zëra që i listonin nga fillimi deri në fund të gjitha dredhit apo keqbërjet e një kryeministri dhe qeverisë së tij. Pse kjo protest pati një ndikim ndryshe tek një kryeministër i cili ndonse nuk reagoi në formë drastike ashtu sikur se kërkohet në bulevard, por gjithsesi duket që lëvizjet edhe fjalimi i fundit që mbajti para pushimeve kishte atë ndjesinë në një njeriu i cili e kupton presionin që po i bëhet dhe duket që do të derivoj problemin që ka. Tani protestat janë të ndryshme, janë partijake, janë dhe politike. Ato protesta që thriste opozita me gjithë të drejtën e saj ishin protesta partijake që trajtonin dhe domethënë ngriheshin, krijoheshin, thirreshin në shesh protesta për arsye politike. Kurse kjo protestë nuk është thirrur nga askush, kjo është protestë e qytetarëve që është thirrur nga korrupsioni, nga keq qeverisja, pra është Rama që ka thirrur këtë në mënyrë indirekt këtë protestë. Po duhet të jetë gjithmonë një nismëtar, sepse ajo që lind sot si dyshim dhe që duket sikur ka turbulluar të gjithë ujin e pastër të kësaj proteste është fakti kush e nisi dhe pse, sepse ne dimë që mes ton nuk ishim gati askush të ngrihej. Domethënë edhe ajo indicie që na jepte Sali Berisha, po cila do parti që ngrihej në protestë. Mos harrojmë Adriatik Llape ka ndenjur 2 muaj i vetëm përpara kryeministrisë dhe askush nuk ju bashkua. Jemi në të njëjtën periudhë, nuk ka kaluar më shumë se një stin. Në përgjithësi, shqiptarët janë të lodhur nga politika. Pra, po ta shohësh, po të paralizosh Shqipërinë dhe vendet tjera të Europës, këtu është në mënyrë masive pushtimi i televizioneve dhe opinionit publik me politikën. Nga mëngjesi deri në darkë, këtu flitet vetëm për politikë. Ishte Bledi, unë ta them me sinqeritetin shumë të madh. Duke qenë se kam bërë zapping çdo lloj televizioni, që kur ka filluar protesta e deri më sot, unë kënaqesha kur në ekranet televizive, sikurse janë ekranet të mëdha si Top Channel, Euronews e shumë të tjera, shija Blet Kokën, i cili dilte aty dhe numëronte faktet, sillte detaje, nuk bënte lidhje, nuk donte të teçonte gjithmonë shigjetën tek ata që nuk ishin aty, sikurse bënin të gjithë. Unë jo më kote përmenda edhe aty. Sepse në këto media tona jemi mësuar të shohim analistë të paguar, disa papagaj që duan të përfitojnë nga mazhoranca dhe bëjnë sikur i dalin asaj në mbrojtje në ditë të zeza, por më shumë gatarrojnë punën se nuk din ta bëjnë si duhet. Prandaj këtë dua të them. Ka gjithmonë një pikë ulmore pra Erion, dhe ky ishte kulmi. Pra filloi për mua ka qenë shokuese pamjet në zvërnesa të qytetarit që u tërhoi zvarr nga forca policore, do thosha private. Ndërkohë që nga gardi janë ndej. Nga gardi tjetër ishin rojet dhe policia e shtetit që bënin sehir dhe unë mendoj që ne kemi paragjykuar gjeneratën Z edhe Alfa. Pra unë mendoj që janë të rinj të jashtëzakonshëm që nuk duan ta lënë Shqipërinë, nuk duan të largohen. Nëse unë jam larguar për 1001 arsye sepse nuk kam gjetur veten aty ku do doja të isha në mënyrën time kam luftuar, ata janë persona që kanë vendosur të qëndrojnë në Shqipëri dhe ta tentojnë në këtë mënyrë, pra ta rrëzojnë qeverinë dhe janë ngritur në protestë mbas pafund paragjykimesh. Mendoj që është
protesta e tyre, janë të rinj që duan Shqipërinë dhe janë të rinj që nuk duan asnjë parti politike që t'i thrasin në shesh. Kjo nuk do të thotë që partitë politike, pra partia më e madhe opozitare dhe gjithë partitë e tjera të vogla nuk i kanë të drejta thirrjet apo çështjet për korrupsion apo të gjitha shkeljet e ligjit që kanë përmendur, sikurse Bledi që del flet gjithmonë dhe përballet me lloj-lloj analistësh me argumenta që jo vetëm që nuk qëndrojnë, po nuk e di se si marrin guximin t'i artikulojnë, duke mbrojtur, pra duke bërë avokatin e djallit, dhe është e jashtëzakonshme që ti kesh ata përballë dhe ti kundërshtosh se si mundet të mbrosh të pambrojturën. Kjo protestë është e gjithë kategorive. Në këtë protestë kanë dalë familje me fëmijë të smur, kanë dalë pensionistë, kanë dalë të rinj, kanë dalë pedagog, kanë ardhur diaspora. Pra kjo protestë është e përhapur gjithandej dhe për herë të parë është e kundërta asaj që thot maxhoranca dhe Edi Rama që ka një efekt negativ në turizëm. Jo, është hera parë që Shqipëria po njihet në botë. Pra, i bashkohen. Është hera parë që ka pasur efekt jashtëzakonshëm, jo vetëm brenda edhe jashtë. Dhe ka pasur këtë efekt pikërisht sepse është një protestë gjithëpërfshirëse dhe nuk më pëlqen fare kur thonë jo nuk do të jetë politike, mos e bëni politike. Jo, gjithçka do të jetë politike për sa kohë problematikat janë politike dhe kërkojnë zgjidhje politike. Nuk mund të flasësh për korrupsionin e qeverisjes dhe mos bësh politik. Se do bësh politik, do ta ngresh zërin, do kërkosh ndryshim politikash, ndryshim anullim ligjesh, ndryshim kushtetute, figura të reja pse janë politik. Pra, çdo qëndrim është politik për sa kohë problematika është politike dhe i bëj thirrje të gjithëve mos të intimidohen fare, jo vetëm në studio televizive, po as në shesh kur i anatemojnë apo i drejtojnë gishin që ju po merren me politik. Po, të gjithë kanë të drejtën të merren me politik dhe shumë mirë që ka ardhur koha të merresh me politik edhe kur partitë nuk janë nismëtarët e një proteste, pavarësisht se të gjitha partitë opozitare kanë bërë një punë shumë të mirë për mendimin tim. Që kanë çuar përpara drejtësisë dosje që nuk ka guxuar askush më t'i çojë më përpara dhe mendoj që të vazhdoj protesta është akti politik më i ndershëm që mund të ndodhi këtij vendi për të arritur qëndrueshmërinë në të gjitha instancat e shoqërisë. Bled, pse pati kaq shumë skepticizëm fillimisht për protestën? Po sepse domethënë kjo është një protestë që askush nuk e priste që është e vërtetë, është një protestë që doli jashtë parashikimeve. Edhe sepse në first place, në moment parë, edhe ajo që ndodhi në Zvërnec, vërtet ishte e rënd, por gati ishte normale në anormalitetin e shoqërisë shqiptare, sepse kjo kishte ndodhur edhe në Rjoll. Ndodhur edhe në ato ditë parë që qarkullonte edhe një video diku në Durrës, ku dy persona dy djemë të dhunonin një çift moshuarish. E kupton dhe kjo, dhe si më thon ky lloj dhuna dhe arroganca dhe gjithë kjo, si më thon, pamundësia e shtetit ose bashkëpunimi i shtetit me të fortët kundër të dovë gati u bë si normë, ishte normale. Pra, ishim në fazën mirë kujt i bie. Edhe inshallah jep Zoti gajret. Ndërkohë, me sa duket, është ajo që njihet në gjuhën popullore pika që derdhi gotën. Pra, ishte një moment që në aty u ndosh, sigurisht që ato kompani, ato shoqëritë, organizatat e OEF-s të Green që ishin që e dëshmuan ngjarjen dhe që e ngritën zërin, kanë efektin e tyre dhe kanë joshur. Por kjo ishte një protestë e cila po të shikosh ndryshe nga herët e tjera, ndryshe nga protestat që janë po kaq i përmendëm me drejtë protestat opozitës, por që përgjithsisht më shumë se sa për të galvanizuar qytetarë, shpeshherë vetëm gjë që arrin të galvanizojnë janë mbështetësit e tyre ose se që një ndryshe militantët. Kjo është një protestë e cila për mua goditi dhe zgjoi intelektualët e vendit. Pra një shtresa e mesme, sepse të gjithë pan atë që kemi thënë që po donin që prej kohës protestave të Unazës, pastaj me shemin e teatrit, me dhunën që ushtrua tek bulevardi i Ri e sa tek 5 Maj e tjerë që një ditë kjo gjë do t'u vjerë në shtëpinë tuaj, dhe kam përshtypjen që realisht ajo që ndodhi në Zvërnec ishte një zim për gjithë pjesën intelektuale të shëndetshme të shoqërisë, për të kuptuar që realisht kjo ishte pika që ka derdhur gotën, dhe nëse nuk reagoi edhe kësaj here, realisht nuk ishte më kthim pas. Dhe ishte pika e moskthimit. Dhe fal Zotit, pjesa e shëndetshme, ajo që do duhet jetë gjithmonë aktive, dhe që nuk duhet presim për mendimin tim 13 vjet për të zgjuar, por që gjithsesi më mirë vonë se kurrë, u zgjua dhe ai zim, si më thën, është dhe ai zim i dhunshëm gati, është mendoj dhe arsyeja pse protesta ka zgjatur kaq shumë.
pse protesta nuk e ka humbur për asnjë moment tharmin e vet, pse protesta i ka vënë në vështirësi të dyja, si më thon, forcat kryesore politike, sigurisht mazhorancën, sepse e shef që kjo protestë po shënon, ka shënuar dhe do të shënoj pas një lloj diskutimi fundin e pushtetit saj, por edhe është edhe një këmban për opozitën dhe për sigurisht për partinë e madhe opozitare, sepse me sa duket, ne e theme drejt, aty artikulohen të gjitha denoncimet, tezat që ka bërë opozita. Me qira fjalë për ligjin 1024 ka qenë opozita, Partia Demokratike që ka çuar në gjykatë kushtetuese. Nuk pati atëherë reklamime të tjerë. Por fakti që s'ka patur reklamime, prap sigurisht një opozitë duhet ta kërkojë llogarinë tek vetes, sepse duhet kuptojë që ndoshta ka ardhur koha të gjendë një mënyrë e re komunikimi dhe qasje me qytetarin, sepse kjo që ka ndodhur deri tani nuk është mjaftueshme. Unë shpresoj shumë që kjo gjë të bëhet dhe të kuptohet mirë. Por unë kuptoj një gjë nga protesta dhe shpresoj të mos jemi gabuar, që protesta është politike, por protesta për mendimin tim ka qëllim jo vetëm të rikthej institucionet, që është shteti. Po unë nuk shoh që protesta të ketë qëllimin të shëm institucionet politike që janë partitë aktuale. Pra protesta di fare mirë që Partia Socialiste nuk zhbohet nga protesta, por pa diskutim protesta di fare mirë që Edi Rama mund të ikë si kryeminist nga protesta. Dhe protesta nuk ka ndërmend të zhbojë realitetet politike, të cilat duam neve. Por ka frymëzuar, sepse protesta ka bërë që dhe brenda Partisë Socialiste të ngrihen zëra që më përpara nuk ngrihen asnjëherë. Dhe tek Partia Demokratike ka patur gjëra. Pra, po ta shikosh, mendoj që të dy partitë, po dëgjoni të gjithë partitë, ka një moment, ky protesta është për një moment reflektimi, e cila nuk ka ndërmend t'i asgjësoj, ka ndërmend t'i çliroj, t'i demokratizoj, t'i riorganizoj dhe t'i bëj funksionale. Pra t'i bëj ashtu siç kanë nevojë qytetarët të jenë ato. Pra jo zëgjinizimi i forcave politike, me gjithë pa respekti fare për personazhin fjalë po doni apo sarajzimin e gjithë to. Pra, ne kemi arritur në pikën që sot në Partinë Socialiste ka njerëz që janë prestanome të bandave kriminale për të patur ata prezencën e tyre në parlament. Kjo gjë nuk ka ndodhur, ne kemi dëgjuar prestanome në ekonomi, po të ketë prestanome, pra deputet që vënë emrin e tyre si kosh votash për bandat kriminale. Kjo është shumë. Dhe që të krenohen me këtë, pra që të kenë arrogancën që kjo nuk është absolutisht asgjë. Budalloku nuk ka fuqi, aty u përnesh limiti për ata starti. Kështu që kjo është problemi i tyre, por ama problemi i tyre, problemi jon fillon kur ky kosh pleresh, këta prestanome ngrihen edhe na bëjnë moral dhe votojnë dhe votojnë për fatet tona, për koncesione 30-40 vjeçare. Keni vënë re çfarë ndodh në Shqipëri sot? Kjo qeveri, ndryshe nga edhe Enver Hoxha kur bënte planet që e zotronte të gjithë Shqipërinë, i kishte plane 5 vjeçare. Këta japin koncesione 25 vjeçare, 35 vjeçare. Që nuk kanë asnjë të drejtë, as ligjore dhe as morale ta përcaktojnë fatin e Shqipërisë për 35 vjet të varfër. Ta sigurisht dhe Einstein të ishin dhe të zgjuarit e dynjas që parashikonin kohën, nuk mund të lejonin vetes të lloj arrogancë. Pse e kanë bërë? Sepse 13 vjet shoqëria, pjesa shëndoshë e shoqërisë duhet reagonte dhe duhet të jepte mesazhe, ka çeduar. Sot është të zgjuar dhe ky është një lajm mirë, i cili, si më thënë, e para lajm mirë për shoqërinë, por nuk është lajm i keq për forcat politike, të cilat duhet të reflektojnë. Lajmi i keq i vetëm në këtë vend është pa për Edi Ramën dhe ky është pa diskutim lajm i mirë për shqiptarët. E qartë. Mirë, po forcat politike duket se e kanë ruajtur qetësinë e tyre, kanë dashur të presin çfarë do ndodh nga protesta për të vijuar pastaj aksionin. Pse e them këtë? Sepse në këndvështrimin tim, më korrigjoni nëse doni, të gjitha partitë politike opozitare do mund të organizonin dhe të bëheshin pjesë e kësaj proteste në forma nga më të ndryshme. Pa u dashur në fund të fundit të ngrihet një flamur apo një logo e secilës prej partive. Kur shihja përballjen përpara parlamentit të protestuesve me forcat policore, forcat e rendit, automatikisht pyesja veten, po ku janë militantët demokratë që deri më dje bënin të njëjtin funksion dhe kërkonin qytetarët i mbronin? Pse sot nuk i pash ata të arrestuar mes atyre forcave? A duket sikur Partia Demokratike, shumë mirë e tha Bledi, forca më e madhe opozitare, sepse asaj duhet i kërkojnë llogari të parës, të mbante një tjetër qasje më pro kësaj proteste, apo duket se u tkurr nga ato thirrjet Berisha-Hamburg që bëhen në Bulevard Haris? Tani, Berisha-Hamburg, Gram-Hamburg, mendoj që në kohët që jetojmë, secili protestues ka të drejtën e vet të shprehet në një mënyrë të caktuar, sepse sigurisht është i lodhur me kastën politike. Me atë që unë kam vënë re, është partitë politike opozitare, të gjitha i kanë kërkuar militantëve
të tyre të bëhen pjesë e protestës. Dhe ne, të paktën njerëz që janë aty për ditë në shesh, jam e bindur që shohin fytyra të njohura demokratësh, të Partisë Mundësia, të Lapaj, pra siç e thash, kjo protestë vjen në forma nga më të ndryshmet. Dhe nuk është vetëm sheshi, është një protestë që ka vrar frikën. Dhe po të shihnin atë që ndodhi në përplasjen e policisë me qytetarët, ishte komplet jo në proporcionalitet, pra përgjigja e policisë ndaj protestuesve. Dhe kjo është një tjetër tregues i arrogancës të jashtëzakonshme, se në fundit, siç tha Bledi që në 2013 unë gjithmonë kam menduar që kur do të vijë ajo dita që të ngrihen shqiptarët, unë sa herë që shoh ato pamjet policisë me qytetarët, them kur do t'i lënë, pra kur do të çarmatosen figurativisht nga pozicioni që ata mbajnë si ruajt. Mendoj që munden dhe duhet ta bëjnë, dhe unë i bëj thirrje, i kam bërë gjithmonë thirrje, dhe kjo nuk është vetëm për policinë e shtetit. Se në fundit ata janë njerëz dhe fakti që ata nuk reagojnë dhe nuk bëhen palë me protestuesit është sepse në Shqipëri ka arritur frika për bukën e gojës, frika për humbjen e vendit punës, pikërisht sepse arroganca e kësaj qeverie ka arritur në linçim, ka arritur në përndjekje, në agitacion, propagandë, pra ka punonjës që paguhen nga taksat e shqiptarëve në institucionet shqiptare dhe lokale dhe qendrore kudo në Shqipëri, që paguhen për të parë sa like, sa follow, sa share, sa komente ti ke bërë. Dhe policia nuk është përjashtuese e kësaj. Pra, hap pas hapi shihet, kemi parë dhe figura që vajza ka protestuar, babai ka qenë në forcat e rendit. Për mendimin tim duhet vi dita që policia të bëhet palë. Dhe unë mendoj që shteti atje do të bjerë. Mjekët të bëhen palë. Administrata publike të bëhet palë. Ka shumë nga administrata publike që kanë dalë, por që nuk janë figura publike në sensin që nuk janë drejtorat përgjithshëm apo nuk janë zëvendës ministra, por jam shumë e bindur që dhe ata në heshtje protestojnë, sepse nuk ka mundësi që një popull i tërë, ose po themi po marrim shifrën me të cilën krenoi Rama, më kanë votuar 800.000, nuk ka mundësi që 800.000 persona të bëhen palë. Nuk janë palë, janë persona që kanë frikë të humbin vendin e punës. Dhe fatkeqësisht ka dhe një shtresëzim të shoqërisë, që ka dhe një banalizim të atyre që unë i quaj patronazhist, kanë qenë në komunizëm dhe vazhdojnë të jenë, sepse fatkeqësisht komunizmi krijoi njeriu i ri dhe njeriu i ri ishte patronazhisti. Pra, ne kemi pasur edhe tema që në Bienalen e Venecës kanë mbrojtur fëqinjësinë, pra si një vlerë të shoqërisë që për mua nuk ka qenë fare vlerë. Pra ti e mbaje derën hapur se kishe frikë mos përgjonte komshiu, ndërkohë që ti ishte bër armik me vllajin që ta kishin internuar për qëndrime politike. Pra, në Shqipëri njeriu i ri ka bërë atë që nuk duhet të ndodhte. Të kesh frikë nga të tut, të kesh frikë, pra ti të jetosh për një bukë goje, të jetosh me frikën për të humbur vendin e punës, dhe kjo gjë duhet të luftohet. Dhe un kam vite që këtë artikuloj dhe i bëj thirrje policisë shtetit, mjekëve, administratës publike, mësuesve. Nuk mund të jesh mësues, edukator i ciklit të ulët, i ciklit 8 vjeçar, i ciklit mesëm dhe të jesh patronazhist. Nuk shkon të jesh arsimtar, ti jesh dije dhënës dhe ti jesh patronazhist, pra kur del ministrja të bëj takime me drejtorat e shkollës, ti të shkojë ajo videoja në grupe dhe ti të fillosh me komente, ti bësh elozhe ministres apo pushtetit. Kështu që të gjitha këto me thirrje të partive opozitare apo jo, janë individ të cilët duhet të dalin, dhe demokratët duhet dalin, dhe socialistët duhet dalin, dhe qendra e djathtë e majt, të gjithë duhet të dalin, sepse në fundit kjo është edhe për më tej. Kur ne mos jemi më, duhet t'i lëmë një trashëgimi brezit tashën, dhe kjo trashëgimi është sustainability, qëndrueshmëria, dhe në Angli dhe në Francë. Po nuk po marrim këto vende se gjithmonë thonë Haris pse i krahason. Po tani ne atje aderojmë të shkojmë, sigurisht që do t'i krahasoj. Po marrim dhe vende të rajonit, janë vende që kur Kroacia për shembull, kur ikën dhe vjen qeveritari X apo Y, nuk lëkundën shtyllat janë aty. Shoqëria, ligji duhet funksionoj pavarësisht kush është në pushtet. Dhe kjo është ajo gjë që ne duhet të arrijmë. Kjo duhet të jetë gjë kryesore. Ligji duhet funksionoj. A jemi në kushtet ku funksionon ligji sot? Sepse më pëlqeu shumë ajo që the,
që arriti të mposhti frikën, të nxjisë guximin ku çdo kush sot është i lirë të thotë atë që mendon. Mirëpo, gjatë 2 muajve të protestës kanë pasur zhvillime të tjera. Ka shkuar përpara projekti për paketën e maleve, kryeministri madje shkoi atje ku një vit më parë kishte bërë kërdin me prishje dhe u dha lejen që të bënin projektin e parë, resortin e parë turistik. Reforma territoriale shkon përpara, ku duket se zemëron edhe të tij jo vetëm ata që nuk e kanë votuar në zgjedhjet e 2025-s apo 2 vite më herët, dhe këtë javë një tjetër gjë është ajo që duket se nxeh gjakrat. Aeroporti i Vlorës, koncesioni më i madh ndoshta i këtij lloji, shkon drejt anulimit të paparashikuar. Për të cilën do paguajnë shqiptarët. Si gjithmonë paguajnë shqiptarët. Pra dua të them, nëse nxiti njerëzit të reagojnë, uli nivelin e frikës në venat tona, çfarë i ndodh kësaj qeverie që duket se gjithashtu po merr revansh për të ecur më shumë përpara? Unë shpresoj që në shtator do ketë një rindezje në sensin jo vetëm të numrave, sepse njerëzit janë edhe në pushim, është verë, por priten konferenca të intelektualëve, janë nënshkruar një sër peticionesh në mënyrë të vazhdueshme, shumë pedagog, mjek. A mendon ti se Rama ka frikë nga peticionet? Jo, Rama Fuga më tha një gjë shumë interesante. Mos prisni nga intelektualët të bëjnë luftë. Intelektualët janë qenie të brishta, të cilat kanë vetëm formën e të lëçiturit më shumë të zhvilluar se sa pjesa e luftës. Po, edhe ajo formë proteste është. Pra, mjaftojnë që intelektualët të artikulojnë atë që vërtet po ndodh në vend, dhe unë mendoj që dhe paketa e maleve dhe koncesionet dhe çdo gjë që shkon keq në këtë vend do të zhbëhet në momentin që kjo qeveri do të bjerë, sepse kjo është e keqja, është fillesa. Pra sepse ti the që pavarësisht protestës paketa e maleve po vazhdon, ai që unë e quaj aktrim dhe e turpshme për ato pak qytetarë sa me bindur që kanë shkuar me punonjës administratës publike me veten në theth, nuk kanë qenë të gjithë vendas të thethit, nuk janë marrë individualisht. Po ishin të importuar nga sa më thare Mariana Koçeku, nuk do mend që është ashtu, dhe është aktrimi i radhës, se nuk habitem fare për sa kohë kjo që po ndodh me aeroportin e Vlorës prap do të penalizojë taksa paguesit shqiptar. Ne pikërisht për këtë duhet të ngrihemi derisa kjo qeveri të zhbëhet, sepse paketa e maleve është pasqyrë e kësaj qeverie. Projektet, ajo Albanian Files, që është paketa e maleve herë 10, është pasqyrë e kësaj qeverie. Pra, në Albanian Files ke pasur projekte arkitekturore të realizuara pa u bërë ligji, dhe ligji është bërë mbrapa që ka favorizuar, si të themi, ka legjitimuar këto shkelje flagrante të përmbajtjeve brenda atij libri. Të gjitha këto do të zhbëhen dhe duhet të zhbëhen kur kjo qeveri të bjerë, dhe prandaj të gjitha forcat duhet bashkohen, të gjitha forcat, të gjitha kategoritë, të gjitha besimet, të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen në botë, që të zhbëjnë atë që është në fakt thelbi i problematikës, që është Edi Rama dhe qeveria e tij, sepse peshku qelbet nga koka, dhe të gjitha ata në radhët e qeverisë së tij janë pasqyra e Ramës, dhe në momentin që ikën ai dhe ikin ata, kjo mendoj që do të bjerë. Po kësaj qeverie më sa duket nuk po i qelbet koka, por po i shkulen pendët, është bërë si ai struci që mbetet i zbathur në fund. Edhe sa duhet të ndodhin akoma, Bled, derisa kjo qeveri të bjerë të Haris? Shiko, do të kemi parasysh një gjë që është instaluar për 13 vjet nuk shkulet kollaj, por mendoj që procesi është procesi i asaj që ndodhen është faktikisht dekompozimi real dhe politik i qeverisë. Qytetarët do të jenë sigurt që kjo që ka nisur dhe kjo që po bëjnë është gjë më e mirë dhe është e vetmja recetë për të arrozuar atë që për mua është regjim. Pra është një regjim në forma të tjera, një regjim që korrupton, një regjim që vjedh, një regjim që bën si kur ndërton, por në fakt shkatron dhe akaparon pasuritë të qytetarëve shqiptar. Dhe boll shikojnë se çfarë ndodh, për një qira fjalë qytetarët shqiptar të dinë që tendrat tani, jo vetëm tendrat që i jepen private, por edhe menaxhimi i tendrave, pra do të bëhet nga një privat. Pra praktikisht shteti heq dorë nga atë që për cilën paguhet, të menaxhohet, bëj transparencë për paratë të qytetarëve shqiptar. Sot ne i marrim paratë të qytetarëve shqiptar, i japim një privat, i themi bëj ca tender aty siç mendon ti dhe me kë mendon ti, dhe na jep neve shërbimet. Pra jo vetëm PPP i bie kjo gjë. Pra duket që qeveria, dhe unë shoh një qeveri e cila po vepron në nxitim për ta thelluar akoma dhe më shumë handikapin në raport me të lishme dhe me të moralshme, sepse unë mendoj që këta e din fare që sa më i madh zullumi,
ndoshta aq më e thjeshtë dhe aq më kollajshme rrugdalja. Pra ata duan që qytetarët shqiptar thonë aman, vetëm ikni se po ua falim të gjitha. Ndërkohë që mendoj që të gjitha këto gjëra që u bëhen po shënohen në defter dhe një ditë secili prej tyre duke nisur nga ai që është në krye në Sorrel, do japin llogari, do paguajnë. Kjo është pak po e sigurt. Por që unë mendoj që kjo është rruga më e mirë, është rruga që kam kërkuar gjithmonë, pra unë, si më thon, po flisi po dëgjoja pak harësim për kryengritje për ato që në fakt më shumë duken si grusht e shteti se sabotimi i policisë. Se ke parasysh, pra ta them drejt, unë nuk shoh asgjë shqetësuese kur polici mbron, po themi, shtetin ose mbron ato që është akoma në shtet. Thjesht problemi është kur polici për të mbrojtur nga veza një politikan i turret me shkop gome qytetarit. Sepse këtu jemi tek ajo që quhet në shtetin modern reciprociteti. Pra, shkopi gomës nuk mund të jetë i barabartë me vezën. Uji me gaz lotësjellsi nuk mund të jetë i barabartë me domaten. Dhuna dhe arrestimet nuk mund të jenë të barabarta me sharjet dhe ofendimet në Eron Braçës. Pra, këtu nuk ka reciprocitet. Po pra, kur unë them që polici duhet të bashkohet, them që polici nuk duhet të ekzekutoj urdhrin që merr, në sensin që ai është urdhëruar të gjuajë me gaz, ai thotë, unë nuk e bëj këtë, unë e lëshoj këtë që duhet të hedh ty në sy, ti po deshe më pushon nga puna, po deshe mos pushon në këtë. E vërtetë është, po unë kam dëgjuar të shumë histori për shembull nga profesionet, të cilët shpesh herë policët kanë urdhra për të vepruar shumë herë më egër se sa i shohin e besojnë ose jo, dhe ata nuk e bëjnë këtë gjë. Ata po ka një lloj frenimi nga vetrat e policisë dhe nga ata që janë shefat e tyre, pra ju të gjithë janë maskarinë siç ato që hanë me të drejtë me vezë syve, ka dhe aty, por realisht ne po shohim, si më thon, që zakonisht regjimet në fundet e tyre, ose siç është një shprehje që 10 minuta derisa para se të rrozohet çdo regjim duket i pathyeshëm. Ky lloj regjimi po tregon me nervozitetin e vet, me arrogancën dhe me dhunën që përdor ndaj domatës dhe ndaj vezës, që si më thon kjo ka qenë jo as kryengritje, as armatosur, as jo. Qëndresa qytetare edhe aktet si më thënë shpërfilli që vinë nga qytetari ndaj pushtetarit janë ato që e zhbëjnë dhe çmontojnë regjimin. Mendoj që kjo gjë ka nisur, kjo gjë nuk do të jetë e largët dhe si më thënë, mendoj që kushdo që është pjesë e këtij procesi në shesh, në mendim, me mbështetje kështu, do të ndjej veten që siç do thoshte Edi Rama, ditën kur në vendosin fatet e Shqipërisë, ai ishte nga ana e durë e historisë. Ka zhvillime në gusht apo ndryshim ofiqesh qeverie në shtator? Mendoj që asgjë që bën Edi Rama, po ta shikoni, pra edhe kur del me brek, ai që ka dalë pa brek në plazhet e Francës në Shqipëri, nuk është se po bën më lajm, sepse unë shoh që shumica e shëndetshëm qytetarëve shqiptar nuk presin asgjë më nga Edi Rama. Pra, edhe sikur të çmendet, edhe sikur dalin nu, do të bëj çfarë do, pra nuk është se ka më në pritshmëri, është njëri që i ka mbaruar narrativa politike dhe kjo shikohet edhe nga mekanizmi propaganda si është i vjetër, është nuk ka impakt, nuk është më konsiderat dhe po ta shikoni ai ti duhet çdo ditë prodhoj gjëra të reja për të tërhequr vëmendjen, por duket që si më thon ata që janë shesh, ata që ka qenë shesh edhe pse nuk vinë më, si më thon nuk është se presin më gjë nga Edi Rama. Ka vetëm një pritje që po e bëri mirë, po se bëri do duhet gjeni një mekanizëm tjetër, që është largimi i tij, dorëheqja ose largimi. Unë mendoj që ai vështirë se do dorëhiqet, por unë mendoj që shtatori në gusht tani, por edhe në shtatorën pas, do krijohet një lloj presioni, sidomos nga brenda Partisë Socialiste, i cili në mos do ta sprovojë me votë në parlament, si më thënë, do ta detyrojë të dorëhiqet. Kjo quhet pjesë negocimi që për neve ka pak apo as pak rëndësi. Rëndësishme është që të çlirohet, si më thënë, kuçedrat hiqin nga burimi dhe ujë të rrjedhin, sepse pastaj gjërat shkojnë në vendin e tyre. E qartë. Faleminderit të dyve që ishit. Faleminderit Haris, faleminderit Edi, suksese. Faleminderit. Ndërkohë qëndroni me ne, se vetëm pas pak do të diskutojmë një dilemë të madhe. Nëse janë protestuesit në bulevard ata që i kanë dalë kundër Edi Ramës dhe Sali Berishës, apo këta të dy kanë bashkuar forcat kundër protestuesve. Dashamir Shehi ndodhet me mua, na ndiqni vetëm pas siglës. Zërat që dëgjohen në protest në rrugët kryesore të Tiranës tani më se nuk janë të fokusuara vetëm në bulevard, kanë vetëm një emërtues të përbashkët: politikën e vjetër e të konsumuar. Marrëveshje dypalshe në kurisë të shqiptarëve dhe vendosmërinë që mandatin ta mbarojnë kur të dalë shpirti.
Personazhi që më bashkohet në këtë pjesë është ndër të parët që hoqi dorë nga rehatia personale për një ndryshim. Sakrifikoi mirëqenien e sigurinë përballë rrezikut e luftës në të mirë të brezave që pasojnë. Nuk ja doli të fitojë si rrjedhoje shumë faktorëve e problemeve zgjedhore që listohen në raportin e vëzhgimeve të OSBE Odirit, por sot askush nuk mund të ngrej gishtin e ta akuzoj për një shkelje. Ai sonte është me mua, Zoti Dashamir Shehi, mirëmbrëma dhe mirëse. Mirëmbrëma. Pikë së pari, a keni arritur të kuptoni motivin pse sot e shumë vite përpara jeni popullor jo vetëm tek ne të rriturit, por edhe tek brezat të ri? Është popullor. Do të po si unë kam shumë vite që bëj këtë punë edhe gjykoj që vlera më e madhe që kam është një lloj koherent. Do të thonë në 30 vjet që përsëris të njëjtat fjalë në një farë mënyrë, të njëjtat ide, që janë ide të bazë, domethënë demokracisë, të një shtetit të së drejtës, mënyrës se si bëhet politik, mënyrës se si bëhet dhe ekonomia e shtetit, që unë në fundit bazën time jam një në punës. Një në punës si politizuar që ka marrë një krah caktuar, por një administrator publik në një farë mënyrë. Ky është zona. Tash njerëzit duke kalu vitet kanë filluar ta kuptojnë që pas ca burra që pas kanë thënë ca të vërteta i kanë thënë përpara. Tash shkalla e popularitetit politik kthehet gjithmonë vot, kthehet pushtet jo. Absolutisht. Edhe kjo është një nga si të thush aksiomat e politikës. Jo çdo simpati kthehet në botë. Duhen element tjerë, domethënë një në radhë parë duhet një strukturë politike, një parti, një kapilaritet, si thush që ta përmbledhi, ta thithi, ta kthej në vot, në fuqi elektorale, atë që është simpatia popullore. Atë kjo s'm ka mungu kurrë, jo sot, po këtu e 20 vjet, qofse kishe 4-5 burrat pëlqyeshëm Shqipëri, hiq këto shefat e politikës, gjithnjë kam qenë atë mes. A kthehet në vot? Jo. Ose kthehet në një vot minimaliste, siç ka ndodhur këtë radhë. Pse nuk hym këtë radhë? Se dëgjova atë komentin në parlament. Pse nuk ju bashkuam, si më thon, grupit që hyn? Pse që hyn kolegët e mi të partive tjera të vogla? Gjykoj që ka ardita që me gjithmend të bëhet një ndryshim, du mpreca gjëra. Nuk vazhdohet me këtë lloj oportunizmi gjithë jetën. Unë kur morëm këtë vendim, morëm me idenë që kjo ndoshta edhe mund mos dali kurrë, dhe në fakt s'doli. Se fatkeqësisht u puq edhe shumë faktorë tjerë. Do të thënë opozita u përçau, copsua në shumë partitë, grupe politike të cilat nuk bëjnë më alternativë. Që do të thotë, nuk mund të ketë 7 opozita. 2 mund të ketë. Nes qem zot që ky grupi që ishte alternativ ndaj grupit Berisës që i vej me emra të madh, su puq bashkë. Po të ishe puq bashkë, do prodhonte 2 element pozitiv. Një do prodhonte një sinergji politike, që këto gati 200.000 votat shpërndame sa ndej këtej. Do ishin po 300.000 them minimalisht. E dyta do prodhonte edhe pragmatizëm politik, se me këtë ligj që është duhet një sasi e caktuar me vota që të prodhojë një cilësi elektorale, që do të thotë që ti mund të marrësh një deputet në Tiranë edhe 2, po në rreth e tjera del jashtë loje fare shkojnë ato vota. Ndodh rasti apo ndorsa po të ishin mbledh të gjithë këto grupe të bashkë, atje them që edhe në rreth e hiq ndoshta Gjirokastër, Kukës, çut në Peshkopi që nuk hyesh. Kudo pasaj ke qarqet e mëdha në Korçë, Vlorë të hyesh. Do me thënë, duke mos u bashku, u humën 2 gjërat. Një sinergjia politike, që është presa, që është besimi i përbashkët atje, që kjo është më e rëndësishme. Po pastaj u humë dhe nga ana praktike, u humë dhe deputet. Unë bëra luftë deri në fund, që t'i bind të kolegët e mi më të ri, që ky është shansi. I vërtet do hyni, do merr një vota, dhe dikush mori shumë, se nuk mund të thush, për shkak ai mori 70.000 vota, llapaj. Ky sheh gjithsesi mori gati 50.000 vota, ai çorri 30.000 vota. Po dhe ne tjerët bashkë me ne tjerët e kuptoj, u bën ja 30.000 vota. Të gjitha këto pothuajse shkuan kot prodhon 3 deputet. Dhe kjo ka dhe gjë, po tash. Se kjo lloj tendence o hyp, o kthehet mbrapsht.
Ndodh një fenomen tjetër që kur të vinë zgjedhjet tjera që do vinë ato, pas 2 vjetësh leq janë zgjedhjet administrative, një pjesë e popullit thot po I votojmë për këto, po s'prodhoj. E quam votën tëmë. Quam votën tëmë, sepse në fakt ky ligj, edhe kjo marrëveshje Rama Berisha 2000 është bërë pikërisht për këtë punë. Që njerëzit gjykojnë që s'kan alternativë tjetër, o ky që është në pushtet, o ai që do vinë në opozitë. Të tjerët duhet zhduken dhe praktikisht I kanë zhduk me ligj, se në gjithë botën zhduken partitë, lindin zhduken partitë dhe më të mëdha. Ide dhe më të rëndësishme sa këto tonët, fytyra më të kultivume politikisht se sa këto tonët. Por I zhduk vota, jo ligji. Nërsa kjo që kemi ne, kjo është më demokraci, dhe me thënë, këto e kanë përcaktuar me ligj. Që do thotë, me këtë ligj që kemi sot, barrazhi elektoral në Shqipëri mesatarisht po ta ponderoj me votat është 7-8%. Se për shembull ti në Gjirokastër duhen 25% se 4 deputet. Në Kukës të duhet marrësh 35% vota për të prodhuar deputet. Pastaj duhet fillu nga rrethet tjera mesatarisht diku 15%, po ka rrethi më I mirë, domethënë që ka Fier e Elbasan që kanë shumë, edhe aty duhet marrësh 8-9% vota. Dhe me thëmë, vetëm në Tiranë punon ligji në një farë mënyrë që duhen 3%, sepse janë gati 40 deputet. Pjesa tjetër e Shqipërisë është ndërtu në mënyrë tillë që nëse tash e imagjinon në një realitet politik si Shqipëria. Të vi një grup I ri, një ide e re, edhe si më thënë të marrë në Elbasan 10% votave që në fillim fare, ose ti duhet në berat për të prodhuar deputet, 20% e votave, po ç'është mund. Dhe ato këtë kanë kalkulu, se si t'i zejmë rrugën këtyre tjereve alternativat, që na pëlqen, s'na pëlqen. Thotit, janë detyruar, s'ka ku shko, dhe në fakt po të shikosh që ke patën burrin që thotë Berisha, ose mja I tjeri thotë kam 800.000, kam 500.000 vota. Po ato janë votat e atyre që s'kan alternativë kjo. Se janë të detyruar të shkojnë atje, as 500 si ato. Një 400 se a 100 I kanë marrë ato tjera, madhështorët, jo LSI-na, gjithë ato se po ti. E drejt. Po megjithatë zoti Shej, ka kaluar një vit tani që nga zgjedhjet e fundit parlamentare të 2025-s. Në këtë legjislaturë, në karrigën e parlamentit, kemi pasur mundësi të shohim përveç Agronshehet që ishte ekzistues që në legjislaturën e mëparshme, Erald Kaprin, duke mos harruar edhe nga lëvizja bashkë Redi Muçi, sepse nuk po merrem me Shqipëria bëhet Adriatik Lapajt. A keni parë ju që këta të rinjt, në këndvështrimin tuaj, si politikan, por edhe si qytetar fundja, të mbjellin një farë të re të besimit, të mbjellin atë bindjen se shiko, të rinjt mund të na ofrojnë një alternativë që është më e mirë se sa kjo e vjetra. Shiko, unë besoj që një farë punë e kam bërë që para zgjedhjeve një, përderisa mblodhen goxha vota tregon që një inspirim ka këtu dhe I shpresë ka. Problemi është që shpresa nuk mund vi thjesht nga anagrafja, sa vjet që ti. Kuptoni, nuk mjafton kjo, duhet me bë ca gjëra që janë të reja realiste, kupton? Sepse ta thash anagrafja, biles unë kur I shikoj ato anagrafe, se I bie keq janë ka 40 vjeç ato, besoj, paka shumë aty rrot. Duken I çik vjetër, se unë ka 34 vjeç kam qenë ministër, 33 deputet, 36 zëvendëskues. Domethënë, po që për kësi matjesh nuk është se kam vlerë. Kush është vlera? Që ti don të qash një shteg të ri politik. Kuptoti, që është shtegu I ri politik, si më dhe një trajektore re, qajt në luftë me të dyja këto palët. Nuk them në luftë duke I vënë në njëjtin ballans, se rradh parë luftohet pushteti, ai që është qeveri. Kuptoti, ai që ka 13 vjet e drama. Sa do të qi mund të ketë brenda PD-s, veja dhe emri Berishës, gjithsesi është në opozitë, 13 vjet, nuk mund ta ngarkosh me hallë më shumë se sa I takojnë, kuptoti, e me gjunafe më shumë se I takojnë. Prandaj ky është shtegu që do çajnë. Tash është ideja që ky shteg çahet vetëm me kështu një grup I vogël tu, grup I vogël se tregoj koha që gabon që nuk u puqëm. A janë gjendje të reflektojnë mbi këtë realitet? Se kjo është puna, kjo është prodhimi një ide e re. E dyta, ku materializohet kjo ide e re?
në luftë për të rrëzuar e kushtetutën, që s'është kushtetut marrëveshje Rama Berisha 2008, që e dhunoi demokracinë shqiptare. A është kjo aksi kryesor, unë se shoh që merren. Ligji zgjedhor, se disa nga këto duke qenë se ligji me listë mbyllur veçin veten kryet listës, këto i bënte të respektueshëm. Ma e kupton që ky ligj është vrastar për opozitën përgjithësi, po edhe për forcat e reja politike. Kjo është prap këtë quju gjë të re. Pastaj mbaret dhe ka dimensioni që ke, se me 2-3 deputet nuk është se bëhet kjo punë. Gjithsesi unë them që si kualitet deputetësh, si speech politik po them, si ashtu, për mua janë cilësor. Me një farë mënyrë. Janë më shumë cilësor se sa atë që janë ato blogoj madhe opozitar, po them. Pse janë cilësor? Nuk e them këtë punë se janë më të arsimume e këto, se kjo është, nuk vlen shumë politikë, është nga herë është një llaku kotë. Sepse janë pak më të lirë se ato tjerët. Edhe unë qoftë se jam popullor, si thujti, si thonë njerëzve, ore ti thirr thut vërtetat. As unë nuk i them gjithë vërtetat. Po them disa të vërteta. Ditën që ti thu asnjë fjalë që është e jotja, po thu fjalët që thot kryetari. Edhe kur kryetari ka 30 e sa vjet që thot po ato fjalë, sigurisht që ti s'bi gjatre. Edhe ti mund t'jesh i zoti dynjas, po ti je vetë limitu, je vetë kufizu, do me thënë ta thash nga kompleksi i kryetarit, nga pasaj, nga interesit, nga shumë gjëra tjera, karriera politike. Përse ju desh për dës ky ligj, që e dini që do i çonte në humbi? Ju desh për oportunizëm politik që të bajnë bashkë blogun partijake, se ndryshe largohesh. Tash duke i siguru një 40 vetëve, 50 vetëve që ju e keni një vend. S'ka nevojë strapacoheni, kuptot ju atje. Hajdeni këtu, por atë punë mbajt ligjin këmbër. Të gjithë e dini që ky ligj është më i keq dhe është më i keq për opozitën, që e bënte të pamundur fitore. Sepse e jep 12 deputet në ja pra këto që të prun nga shej nga këto. Ai mori e drama. Ka marrë dhe PD aty një 3-4. Po atje janë 13 deputet, 12. Nga ato 8 i ka marrë drama dhe 4 ka marrë PD-ja. Do me thënë i kanë dhuru edhe gjysmën kontributit opozitar me durët e veta atit që i qeverisë sot edhe i cili me gjithë drejtën pësaj thot kam 84, kam kaqe, kam manje. Mirë, po sot ka një tjetër element të ri, është bulevardi, protesta. Dhe në atë protesta, ajo që unë personalisht dëgjoj më shumë, është që Rama dhe Berisha janë bashkë. Rama dhe Berisha duhet të pësojnë për çdo të keqe që i kanë sjellë këtij vendi. Zoti Shej, ju e njihni mirë nga karriera politike që keni Rama dhe Berishën. A besoni ju atë që thonë njerëzit në bulevard që ata janë bashkë? Shika, po biles unë nuk ka nevojë të më thonë ato bulevardit, sepse unë që në vitin 2008 kur është bërë kjo marrëveshje, që edhe në atë kohë kemi kundërshtu. E kam ditë që jo se janë bashkë, se nuk është nevojë, as bëjmë kërshi, as bëjmë marrëveshje shkruajtë. Unë bëj disa gjeste politike, kam një përshjellje, një përqasje politike ndaj problematikave, që është më radh parë një interes tim. Po nuk të prish po dhe ty, që e palja tjetër. Kjo është bashkë. Ne bëjmë një ligj që palë të tretat mos na ulen në tavolinë. Kjo është bashkë. Ne bëjmë ca ligje, ca interesa që grupet financiare, ekonomike, që kanë mbështet mu, po sot mbështesin ty, nesër vinë mbështesin mu, njëkohësisht mbështesin ka 2 krahë, të mos i gjej gjë nga lufta politike. Këto janë bashkë, se nuk është puna që ne simpatizojmë, hajmë darkë bashkë. Bile si të bëhemi të besueshëm, do dalim në mëngjese, do të shajmë shumë njëri tjetër, se ndryshe na besojnë. Kështu që nga kjo pikpamje unë them, biles kur është bërë marrëveshja 2008, se duket sikur është bërë për shembull për ato që janë të ri, sikur është bërë në kohë Napoleonit, i ftuar 18 vjet përpara, kupton? Ne që jemi shumë vite atje brenda, ai mund të quajë sikur është pardje. Për te këtij shëntalliku të madh, që të mbajnë pushtetin, do t'i rendis disa pse ishe marrëveshja më reaksionare që është bërë në demokracinë e Shqipërisë. U bë dhe nga një pragmatizëm shumë i pisët. Tek një qafe Ilir Met, LSI, për cilin s'ka. E keqe për bashkë. Po,
që unë s'ka mas i lloj simpatie, besoj e din njerëzit u bën shumë vite në këtë punë. Nuk i msheh ato antipatitë e mia. Mi po nëse ka pas një moment historik që Ilir Meta ka luajtur një rol pozitiv, ka qenë nga krau i të mirës, po them. Është ky. Që bëri atë protestë, po, bëri një grevurie, bëri një miting këtu në Tiranë, bëri luftë me dorë, me këmbë, ai sa kishte mundësinë vetë që ky ligj mos kalohesh. Sepse ishte direkt kundër atyre, po duke mbrojt veten në një farë mënyrë mbronte edhe kategoritë e tjera politike. Ato që do vinë. Domethënë ligji u shkruajt në tavolinë që ne të dy të heqim qafën një rival potencial tonë, që mund na hynë mes. Që gjithsesi ai hyri. Po të shi nuk hyri më si burr, si duhet hyrë një forcë politike. Hyri si oportunisti. Si akrobati që duhet të rrinë tel, se telin e të rrekin dy vetë nga krah tjera. Edhe kjo ja humbi morali, vlerën e gjithë. Domethënë marrëveshja u bë në sensin praktik të momentit u bë të heqim qafën një palë të retë, që në atë rast ishte Ilir Meta. Ishim dhe ne, LXK-s, nga krau tjetër, grup më i vogël, po gjithsesi. Pastaj çfarë bëri, çfarë prodhoja, se kjo është ka rëndësi, se nuk ka shumë politik, ai momenti kalon, ajo që mbeten brapa, qofse kemi këtë politik që është sot, qofse kemi këtë parlament, është fal asaj marrëveshje. Në që kuptim, do me thënë, ajo është produkt, është derivat i asaj situate politike. Që do të thotë? Konsolidoj në mënyrë definitive funksion e kryeministit, e bëri kancelar. Sot me kushtetut, kryeministri i Shqipërisë nuk rrëzohet më, edhe sigur të ketë mocion të mos becimi, se si pas ti ligjit tonë, kushtetutës tonë, duhet jetë gati një qeveri e re, që ta zëvendësojë atë ditë, kjo që s'ndodh ku e dion, as në Anglinë demokratike, as në Danimarkës. Në Shqipërinë këtu, që s'kisha as një lloj eksperiencë të saj pune, është vendos fiksu që ta bëjt pamundur, ai që ishte në atë kohë Berisha, ai që priste ke dera e Berishës se drama për të bërë ai kryeministër, se mendonte 2008, 2009 do i trashëgoj unë këto privilegje, siç i trashëgojnë pak 4 vjet. Më vonë kjo ishte e parë. E dyta që ligji zgjedhor të bëhet ky, dhe lista të jetë mbyllur dhe të shkojë me firmën e kryetarit, që praktikisht e vertikalizoi pushtetin dhe në parti, që nëse ti je kundër kryetarit, ti je i mirë i dynjas, ti del jashtë loje se unë nuk të do ty në orën 12. Dhe ky është ekskluziviteti im dhe më ka dhënë me ligj. Dhe për ta cimentuar këtë lloj maskaralliku, ligjin kodin zgjedhor e inkorporun kushtetut, që s'bën vakina si vend botës. Ja ku kemi këtu Italinë, debatohet për ligjet zgjedhore, vit për vit ndryshohet. Pse ndryshohet? Se duhet të jenë fleksibël, duhet të adaptohen realitet. Jo, joni është i ngurzuar atje në kushtetut. Tash i duhet me ngret dhe barrazhin se mos na hyt, o sa jun këto rajone, 12 rajone me qarje. Ço kuptimi ka kjo për një vend që ishte në atë kohë 3 milion, që po bëhet 2 milion sot, që po vjen duke u rrugë. Ne kishim një kod shumë mirë, ose të pranueshëm, që i herë më radh parë kishte një listë kombëtare. Ky vend i vogël, me shumë sherrë brenda, me ndarje të vjetra historike, krajinore, toske, geg, me ndarje fetare, se kemi 3-4 fe brenda. Do me thënë, fatkeqësisht kishim një ndarje që historia na ka lënë brapa, që s'është fort e mirë. Mujtare, tash ne ndajmë edhe copa për çështje elektorale. Për çka kuptoj? Unë them që duhet një listë kombëtare. Që ai Spiro atje në Gjirokastër, në Saran, që votoi atë selimin e Tropojës. Edhe ai ku e diun, Hamdiu i Tropojës votoi ku e diun atë gjinin e atje. Çfarë thotë, në vend që ta bashkojmë, ti do bësh një ligj, një komb i vogël. Nëpërmjet ligjit elektoral të tentoj edhe të bashkohet sa do pak, të ringrej vlera që janë përbashkëta, jo t'i ndajmë. Atje tip nga Shintolliku, nga Tafma, edhe i vën një emër spanjoll, kot gënjeshtër më të madhe. Se kjo është detalje për njerëzit që kanë një fardije. Se ti mund tallësh me atë ignorantin e kuptoni, çka ka spanjolli? Spanjolli është krejt e kundër kësaj. Se Spanja i ka dhënë provinca, prandaj quhet spanjoll, Katalunjës, Baskëve, nëpërmjet këtij ligji i ka dhënë mundësi që një popullat më e vogël përfaqësimi politik ta ketë më të madh, që të mos shtypet në majorancët. Ndërsa ne bëjmë
një vend që ishte, kjo është unik fatmirësisht, 94%, 5% janë gjithë shqiptarë. Atje ne bëjmë një ligj si ndajnë shqiptarët që janë më të fortë, që kanë më shumë vota, ti mundin ato shqiptarët që kanë. Do me thonë, kjo marrëveshja 2008-ës është marrëveshja më reaksionare që është prodhuar nga viti 91 kur ka hyrë demokracia deri më sot. Pra, nëse do kisha i gjëm dorë puna parë do ngritë çakat. Kështu që këto që quajnë veten forca të reja politike, ide të reja, dhe uroj edhe besoj që kanë, duhet ndisen nga ajo që është më e madhe, më e rëndësishme, që ndoshta në shumicën e popullatës nuk ka shumë prezë, sepse njerëzit duan pension, duan rrogë, duan drejtë tanë, ti i thu kushtetut. Po a themi Shqipëria e re? Shqipëria e re nuk është etere, nuk është abstrakt. Do mush me institucione të reja. Atëherë ne do godasim këto institucione reaksionare. A janë brinë? Mundet që jo. Po lufta politike bëhet për këto. Pastaj hajde të flasim edhe për gjëra tjera. Për ekonominë, për drejtësinë, që drejtësia është komponent i madh, se ky është vend i padrejtë. Dhe është i padrejtë thjesht se nxjerrë kriminal ka burgu. Po ky është i padrejtë për pronën, ky është i padrejtë për shpërblimin, ky është i padrejtë për karrierën. Atje dhe prandaj ndjen keq rinia këtu, nuk hiqin thjesht për bukë siç mendojnë njerëzit. Hiqin se është vend i padrejtë. Kjo është plaga më e madhe, fakti që të rinj tikin, sepse referuar të dhënave që nga 91-shi kanë ikur 1.5 milion shqiptar, po i kanë përfshi të gjitha periudhat e ndërmjetme, nuk është se është vetëm një parti, janë gjithë bashkë, ajo që ju thot. Po pra, unë ta thash, ky nuk është fenomen thjesht një krau. Ky ka një, si me thënë, po të bëjmë analizë ka gjithë faktorët, brenda shoqërisë shqiptare, historisë shqiptare. Dhe ta thash, përpjekja e mira për ta nuk qëndron se a hikin kohë tate apo sikin kohë time. Qëndron nga sforcat që bën një qeveri për të ndalu këtë fenomen. Kjo tregon, si me thënë, që kjo qeveri është progresiste, është marrë seriozisht me këtë punë, se sa që do hikin, mund të hikin, edhe në kohë, kanë hikin edhe në kohë kur ishte PD-ja, s'po them. Biles, po unë po ju them, unë kam qenë ministri i parë i imigracionit në Shqipëri. Edhe në atë kohë mbatshim suksesin me sa njerëz kishim qu jashtë. Bas 20 e sa vjetëve kam qenë kryetar komisionit e parlamentit dhe kam thënë që suksesi jonë sot është T'i kthejmë. Jo t'i kthejmë, po t'i mbajmë paktën këto që janë. Dhe me shiko se si ndryshon ka kurba, jo thjesht demografia, jo thjesht struktura atyre që emigrojnë, po çështja se sa e afekton kjo të gjithë realitetin shqiptar. Dhe të shikam rrit në i pikë kritike që nëse do vazhdoj. Këtu me gjithmonë vjen rrezik këto gjëra, s'po themi ato fjalë të mëdha, identiteti e këto, atë bëj. Ora ekzistenca, si me thëmë materiale, ky kom me që do jetoj. Ora pensionet, kush do t'i paguaj këtu? Se njerëzit nështë se din, këto që janë pension sot, marrin nga kontribut në këtyre që punojnë sot, po nëse s'ka të rinj, punojnë, për si do garantohen thjesht pensionet? Ne jemi bërë sot vendi pensionistëve. 1/3 e popullatës reale që jeton në Shqipëri janë pensionistë. Jo më kot mosha mesatare është 44 vjeç pastaj. Po 44 kur e kemi filluar këtë punë. 92-shin, mosha mesatare e Shqipërisë ishte 29 vjeç. Edhe kur binte diskutimi me ndonjë huj, edhe s'po dishim që ka Shqipëria. Se duhet me sa ju të shi dhe i fa reklame për vendin, që ka Shqipëria, se kishim ne ata të madhe. Dhe unë i thësha gjithnjë, po kemi rini. Ne jemi 29 vjeç, ju jeni 40 vjeç. Me rini thësha do kapim trenin e Brukselit, se i riu fugon ma shpejt. Se i riu mund të rikualifikohet, mund të trajnohet, mund të hynë treg punës, të dalit, të rihy prap, të kualifikohet. Dhe me thënë është një shans i madhe, tregu i punës. A është i qëndrueshëm, zotë Shej? Është i qëndrueshëm i riu, apo është si veriu, sikur se thot populli, sepse kemi një protestë që organizohet nga të rinjt. Shiko, unë kësaj proteste i njoh shumë meritë. Nuk them që e zgjidh, se do ishte shumë bukur, zgjidh nga halli i Shqipërisë me një protestë. Edhe protesta është, si më thënë, jam mbledh engjit në Tiranë. Nuk e gjykoj shumë, e gjykoj më ndryshe. Por ka bërë disa gjëra që s'kishin ndodhur në Shqipëri.
Njerë, se njerëzit që kanë thy frikën, nuk kanë më frikë, dalin, mirë, keqë, nuk po them për ato 2000 fanca që atje që rrinë, sa ato do rrinë, po dalin me mira njerëz që ja dole, tregun që nuk i trem ka ma Edi Rama. Ju personalisht jeni bashkuar? Unë aty më ke për natë sigurisht, nuk më për të majtë as flamingën, as ato flamojtë, se kam kalu, i kam bërë të mijat, por jam një nga ato njerëz që rri aty, ulem, shikoj, dëgjoj. Atje, ndjek me interes, ta thash, sepse edhe nga ana sociologjike e konsideroj si një fenomen të ri. Ta thash, një nga thy frikën, dy e kanë dorëkombëtarizu këtë, në një farë mënyrë. Bota ka kuptu që punë në Shqipëri nuk shkokan mirë. Ky djali nuk qeka ka që dashur, si që mundohet në shes vetë. 2 dhe kjo është rëtë. 3, që kanë zjerë një trajektore 3, që e kanë kuptu që zgjedhja nuk është më me këto 2 personazhe. Maroj, sigurisht unë s'jam Jakobin nga ato që thotë foten burg këtë, foten burg atë. Pse, burg do i fusi gjykata, drejtësia, në qoftë se kanë zullume. Politikisht nuk atje, po ajo është sinjali që ne nuk i ndjejmë më ato përfaqësues politikës. Ja, kjo është një sinjal pozitiv, është një trajektore e re, 3. 4 kanë kthyer politikën. Në një farë mënyrë u bë 2 muaj që diskutohet për politikë, për alternativa, për shpresë, për deri para 2 muajve s'kishte politikë këtu. Ai shan Berisha shan atë, ai thotë Ishte një të këngë. Ti thot jeni këto, jo gjeli detit, jo ky, jo bufi, jo këtu, ky përmend quni halë, vlaj, daja, tezja, gjota, janë, kjo ishte politika shqiptare. Dhe shqiptarët e shkret merreshin me këtë punë. E një gjove sa i tha 7 milion, thot ky, 70, thot ai tjetër. Thot ja, s'kishte politikë. Tashi është kthy debati politik. Të 2 palët janë mundu të e kanë kuptu të shërë që pas ka dali gjë e re në fushë, që pas ka dali skuadër e re, që ka fanellën ndryshe që mund të ketë vërtet, si Lara sot fanellën, po mund të bëjnë një lojtë. Qofë se këne që i kanë blut, e këne e rozët, po ku e dion, dil ka një tjetër, e verdha, jeshila, ku e dion, si del, po që ka hyrë një skuadër e re në fushë. Tash ja kanë kapiten, a kanë trajner, ja kanë taktik, loja. To do t'i shofim, por ama vullnetin për t'lujt, për t'zbrit në fush, e paskan. Paskan dhe tifoz, bas tyre. Shefti, kjo është një element i ri politik. Dhe me thënë, këto kam bërë këto, 4-5 pika të rëndësishme, kam bërë shumë ato, se kjo në një farë mënyre, se ato thonë revolucion. Po revolucion e bajanet nuk bëhet më. Revolucion e natyrës kohë moderne pas luftës dytë në Europën perëndimore. Bëhet me ide. Është me ide. Është revolucion kultural në një farë mënyrë, siç është bërë në 68 me idetë e Markuzës. Këto siç ka pas në periudha ndryshme revolucione që janë të kësaj natyre, përmbysje të madhe mentalitetit shoqëror. Kështu që nga kjo pikpamje e kanë bërë këto revolucione. Pa e ditë vete, pa e kuptu, është bërë një pjesë e revolucionit. Një pjesë atyre gjëra që pretendojnë janë të bëra tashmë, sikur nesër ta mbyllin atë demonstratën ato, shumë gjëra që hapën nuk mbyllen më. Edhe do vazhdojnë vjeshtë edhe ta thashë gjithë kjo ndërhyrje, si quhe popullore, quhe se këtu ka lloj idese që ju organizojnë këto, i fusin këto, e pat ju që nga rezistenca rande këto muhabetet jo spion të Iranit, jo të Rusisë, jo të Grekut, dalin këtu lloj këto. Ne gjithjetë me spion jemi marrë këto. Me gjithë dhe zoti Sheja, mendoni ju se Rama në vetvete, thell e do këtë protest? Dua të them. Pa që ta përdorit, si me thënë, si një lloj retushi, që ne në demokraci, ja shikoni populli stimulon hera herës, përdor policin, i shan ata me ide që të ndizen gjakrat, nxjerr një reform të re, se këtu çdo gjë fal Zotit quhet reform, sikurse është kjo territoriale, nxjerr edhe të vetët në protest në Poliçan, në Dimal, Rogozhin, sepse në fundit ato bashki të majta janë. Shiko, si ta quaj? Po, edhe kjo mund të jetë, edhe element të kësaj. Po ka e gjërë. Kur vjen një lumë, kur vjen i dalin nga këto, merë për para, merë i shpi, a gjynaf, thot i, u prish i shpi.
Po më duket se i vun një gur përpara, kuptoni, prandaj u kthy këtu se isha i gur. Të gjitha janë këta kur delni. Po rezultanti është ka që ai lumi e çan rrugën, edhe shkojnë det. Pastaj gjithë to faktorët atje, se unë gjithnjë, si më thënë, jap edhe i formë matematike kësaj filozofisë time, se këto dyja me filozofinë më afër se matematika s'ka. I them që nëse rezultanti është pozitive, këto faktorët, vektorët që shtyn kur del një rezultante, 5 mund të jenë pozitive, 2 janë negative. Atje, po rezultanti është pozitive. Kahja shkon nga progresi. Edhe do t'i paguajmë i çmim, se kështu ka ndodhur dhe herë tjera, se ndoshta ju jeni më të rinj se din. Po pse kur është bërë lëvizja, që është BPD-ja 91, ja ne kemi qenë. Mendoni ju që s'ka pas nga këto influencat, Maramiza, Lise, grupet e drejtë, se mendoni që do vejmë këtë se do kontrollojmë dhe ashtu është pak. Dhe disa aspekte, disa grupe i kanë kontrollu, edhe në brenda pushtetit demokratik. Por ama atë popullin që donte liri që aty se mbashin dot, as ato vetë, as ato agentët që kishin brenda. Pse? Po shkon si dallgë. E merr përpara këtë punë. Kështu që edhe nëse atje në brenda asaj mund të ketë atje. Ose ti mendon që po marr, si më thon, këtë që thoni ju, që Rama ulet tavolinë dhe i thot, po ç'është demokracia? Ne kulmi demokracisë, ka 60 ditë që atje në bulevard thotë s'ka si gjë, as vonë, as ashtu. Televizionet i japin, thotë, 5 burrë, thotë, 70% Po, japin partitë opozitare. Po, se japin pikërisht to, kuptoni, e para punës. E dyta, kjo është kjo periudhë fundit, harron që ky e hapim në mëngjes fare sa pa pi kafe na del ky podcasti vet, pastaj na del gjithë ditën, pastaj darkët na del edhe në një cep Europë. Kështu që të thash, edhe ai mendon që do marrë, do përfitoj nga kjo. Ajo opozita tjetër e keni pa ju që thot, po shkoni, thot, s'ka gjë që më shajnë mu, thot, ju shkoni, thot, atje, thot, sepse një përgjigje shumë të shkurt dua për këtë. A ju bën përshtypje juve që edhe në përballjet para parlamentit nuk ka militant, antar të Partisë Demokratike që të shkojnë të mbështesin? Kauza është e njëjtë në fund fundit. Kauza është e njëjtë, pra po, kauza është e njëjtë, po interesat nuk janë të njëjta. Një e para punës, dhe e dyta, kuptoni, ato mendojnë që ato janë rezistenca e drejta, ato e kanë të cimentuar këtë punë, që këto janë demokratët, biles dhe demokratët i ndajnë në disa kategori ato. Demokratë që është liberal që se kanë ato që janë të rezistueshëm, e keni patë që thonë, ne jemi ato qëndrestarë. Do me thonë, ti duhet jesh demokrate, duhet jesh qëndrestar, se që kuptoj që do me thonë kjo qëndrestare. Edhe demokrat se pa tjetër duhet jesh me partinë demokratike, raporti me demokracinë. Ati është një grup interesës, troq mua be. Mund vje keq që ka përfundu për te grupit interesës, se partit grup e interesës që janë. Po që është vetëm në i dorë, në i familje në ishë. E më vje keq sepse ta thash kam qenë vetë, kam kontribuar, kena bërë me shumë pasion këtë punë. Megjithatë unë kam shpresë, edhe jam optimist prej natyre herë më radh parë, që kjo lëvizje e re do ngjallë dhe brenda tyre të drejtën për të kthyr dorë shefit, për të thënë mjaft se deri këtu shkohet, kjo është e tepruar. Tash, për të ringjallë shpresën ke populli opozitar që do ta largojmë këtë abuzues që është pushtet. Që kemi shpresë bëjmë një Shqipëri ndryshe, më të mirë, pastaj do jetë a bëhet Shqipëria, Zvicra, Danimark nga këto ëndërrat shqiptare. Kjo është në vullnetit të gjithë secilit prej nesh. Mund të jetë për ju, për brezat që vinë për fëmijët e mi, edhe unë uroj që të bëhet. Por ne na takon të bëjmë detyrën për aq sa jemi aktiv në këtë fushë. Kështu që ta thash, jam në tash jo kohë vere, po them dhe ka i batut që politike madhe me patallon shkurtër nuk bëhet, me robe banje, po gjithsesi ja ku arrestatori. Kemi një afat atje fizik, si të thush të afërt, po vinë zgjedhjet administrative, që është edhe kjo një shans i madh për gjithë popullin opozitar, me gjithë korrentet që kanë brenda, me gjithë rrymat, për të aprovu veten atje. Edhe kjo është gjë e madhe, o jam e sigurt qoftë se opozita me gjithë faktorët e vetë. Uroj kam shpresë shumë ke kjo e reja,
do dalë fitimtare nga kjo punë dhe zgjedhjet politike do të jenë shumë. Mbetet për të parë, do jemi këtu së bashku Po. që ta shohim dhe ta komentojmë. Faleminderit që ishit sonte me ne. Edhe unë ju falenderoj, ta thash nuk është se në gjysmore mund shpjegohet kjo historia jonë. Nuk është e trishtueshme. Kjo është historia e vendeve të vogla që kanë dalë të fundit fare në rrugën e lirisë, demokracisë dhe fatkeqësisht edhe të fundit në rrugën e mirëqenies, edhe të ekonomisë, se këto janë gjithë faktorë që qëndrojnë mbi njëra tjetrën. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Besoj mesazhi ishte i qartë. Guxo sepse ky është momenti ku gjithkush mund të bëjë diçka për të nesërmen. Natë në mirë dhe mirupafshim nesër.